Instituti i përndjekurve politik do t'i kërkojë kryeministrit Berisha të anulojë vendimin për pezullimin pjesor dhe të përkohshëm të Universitetit Kristal për vitin 2012-2013. Kjo bëhet ditur gjatë emisionit Arena të gazetarit Roland Qafoku në Plan e Televizion, të cilin u diskutua për më shumë se 2 orë çështja Universitetit Kristal. Është një mesazh nga një njeri i nderuar, quhet Simon Miraga, është drejtori i Institutit Përndjekurve Politik. Ju përshëndes ju dhe pedagogët në studio. Në emër të ish të përndjekurve politik, ju bëjmë dije se ne do t'i drejtojmë kryeministrit Berisha që të rishikojë vendimin e marrë mbi të gjitha. Zoti Muça është ish përndjekur politik dhe ka bërë dhe vazhdo të bëjë shumë për këtë shtresë. Universiteti Kristal është ndër më seriozët, më i mirë në të gjitha aspektet dhe stafin akademik. Por nuk janë solidarizuar vetëm ish të përndjekurit duke cilësuar këtë vendim absurd, por edhe qeveria studentore e këtij universiteti. Në një lidhje direkte me këtë universitet, vetë studentët e quajtën të nxituar dhe të palishëm vendimin për dënimin kolektiv ndaj këtij universiteti. Si cilësia e mësimdhënies, si cilësia e stafit drejtues, si cilësia e stafit akademik, pra janë një. Jemi si një familje të organizuar dhe me një vizion dhe ide të pastërt. Them që ky është vendi ku ti mund studiosh dhe mund të fillosh studimet tuaja. Kjo është ajo çfarë kërkon studenti. Jam student i farmacisë. Dua të gjej kushtet e mia dhe unë investoj për kushtet e mia që të studioj në mënyrë më komode dhe të studioj në mënyrë më të mirë, pra që të marr dije. Dhe unë kam laboratorët më të mirë. Atëherë pikërisht ky është vendi që unë mund të shfaq idetë e mia, mund të marr gjithçka nga i laborator dhe kam cilësinë më të mirë. Faktin të cilën e mendoj ndër më kryesor, ndër më kyçe që ndikon pozitivisht në Universitetin Kristal. Dhe ky është pedagogët. Pedagogët janë shumë të zgjedhur, janë shumë të kualifikuar. Dhe ata na kanë mundësuar ne të aftësohemi dhe të jemi këta që jemi sot. Nëse ju do të jepësh mundësia që të kishit zotit Berisha përballë, kryeministrin, çfarë do t'i thoshit? Është jashtëzakonisht një vendim shumë i padrejtë, një vendim që ndoshta është marrë sepse mund të ketë qenë dhënë presion të opinionit publik. Ndërkohë, të ftuarit në studio dhanë mendimin e tyre lidhur me rastin e Universitetit Kristal, por është prishur imazhi i universitetit nga kjo që ka ndodhur. Ja përgjigja e dekanit të Fakultetit Juridik dhe Çështjeve Sociale Arben Lloja. Ky është një rast sporadik që organet e prokurorisë po hetojnë dhe me thënë të drejtën nuk kalon shumë bresa sepse u bë kaq zhurmë sa ne që jemi brenda dim, domethënë se si vazhdon jeta, si vazhdon procesi mësimor, si vazhdojnë të gjithë funksionet, siç kanë qenë më përpara, vazhdojnë dhe aktualisht. Kristali jep garanci për vazhdimsi. Por ç'ndodh me vitin e ri akademik pas këtij vendimi? Përgjigjen e jep dekani i Fakultetit të Arteve Arben Skënderaj. Gjimnazisti apo personi që do të regjistrohet vitin tjetër në Universitetin Kristal, a mund të regjistrohet? Do ju them diçka. Në momentin që flasim, licenca nuk është hequr, është pezulluar dhe po e them sepse ka dhe kjo rëndësinë vet. Ka akoma hapësira që ky vendim të apelohet në gjykat. Pse mund të kërkohet një rishikim i disa elementeve të tij. Në momentin që vendimi është aktiv dhe nëse Universiteti Kristal vendos që të apelojë, në këtë moment vendimi i Këshillit të Ministrave vendoset pezull ai vet derisa gjykata të shprehet. Do me thënë, dhe hapësira kohore që na lë që nga ky moment dhe i momentin e regjistrimit për vitin tjetër akademik, do ketë evenimentet natyre tjetër. Olsi Baze, pedagog dhe shefi marrëdhënieve me jashtë. Në këtë universitet, renditi disa nga aktivitetet e Kristal që kanë të bëjnë me cilësinë dhe kërkimin shkencor. Ndiqet një politik për të ardhur në ndihmë kësaj shtrese të përsekutuar dhe akoma e cila përbuzet që janë të përndjekurit politik. Në Universitetin Kristal kanë bursa komunitetet fetare për të ardhur në ndihmë dhe për të favorizuar element dhe të rinj të cilët kanë dëshirë por nuk kanë mundësira. Favorizohen me bursa studimi shoqata e tetraplegjikëve, njëkohësisht janë fëmijët e policëve të rënë në detyrë që askush nuk i kujton, të cilët studiojnë aty me bursa studimi, njëkohësisht janë studentët më të mirë që janë dalluar në aktivitete të caktuara, si për shembull është mbajtur në Universitetin Kristal MEU, European Union Model for Albania, ku 5 studentët shqiptar më të mirë, duke filluar përfshirë dhe Kosovën dhe Maqedoninë, kanë përfituar bursa sepse ka referuar mbi të ardhmen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ashtu siç ka bursa studimi për shqiptarët në Maqedoni, ashtu siç ka bursa studimi për shqiptarët në Kosovë, sepse filozofia e atij universiteti, më sa kam kuptuar unë dhe shikoj, është jo fitimi, por për të ardhur në ndihmë të gjitha shtresave në nevojë dhe për t'i dhënë mundësi të gjithë atyre që nuk kanë mundësira të studiojnë aty. Por më shumë se kushdo tjetër janë studentët ata që bëjnë vlerësime. Elgen Bici, i ftuar në studio tregoi se çfarë bëhet në këtë universitet pas këtij vendimi. A do thot kjo tani që për një ngjarje
të supozuar të ndodhur të kryqëzohen 7.800 vet apo 7.500 vet? Për çfarë? Nuk është vërtetuar, e para, dhe e dyta, për çfarë mua apo ata të tjerë që mbarojnë si vjet vitin e tretë DNP, nuk do t'i lejojnë që të vazhdojnë DND-n ke Kristali. Se sa ndryshe është Universiteti Kristal nga të tjerët, mjafton të dëgjojmë sfidën që hedh një prej studentëve të tij. Qeveria studentore e Universitetit Kristali të 4 kampuseve në 4 qytete ndryshme i shpall sfidë hapur në çdo lloj dege që ajo përfaqësohet, në çdo lloj dege që universiteti është i akredituar, studentët e ndjejnë veten jashtëzakonisht shumë konkurrent dhe në rast se ndonjë nga universitetet ose përfaqësues të universiteteve që përbaltin emrin e universitetit, që përbaltin diplomat, atëherë mund të bëjnë një konkurs të hapur përballen dhe le të ballafaqohen me aftësitë e studentëve. Ka të paktën 3 pika që universitetet maten. E para është mallësia, e dyta njerëz të kualifikuar dhe e treta është prezenca. Në 3 pika nuk besoj se ka ndonjë universitet tjetër jo publik që mund ta sfidojë Kristalin. Nëse realizohet kjo, atëherë komentet dhe imazhi i Universitetit Kristal besojmë se do të jetë krejt ndryshe.